Një debat jashtëpër ka ndodhur mbrëmjen e sotme mes Rozana Radit dhe Gerta Gixharit. Të them të drejtën, mbrëmjen që erdhi rezultati i votimit, më duk sikur Gerta e mori me pozitivitet. Kur erdhem në shtëpi, Jozi dhe Gjesti i thanë që Gerta duhet të lindë të shtëpinë. Unë nuk fola, sepse vura veten në vendin e Gertës. Të nesërmen filluan të gjithë duke më bërë figurën pis. Gerta tha se publiku i bën të zemra. Mbaj mend që publiku nuk shihej fare nga dritat. Nëse Gerta mendon se unë nuk e kam merituar, e ftoj Gertën të dalë nga shtëpia dhe ta lërë këtë lojë, nëse produksioni ka bërë një pabesi, tha Rozana. Nga goja ime nuk ka dalë asnjë moment as produksioni dhe asgjë tjetër. Nuk e fshin dot të shkuarën në këtë shtëpi. Në përballjen që ishim të dyja më me inat të tmerrshëm dhe e ke pranuar vetë, tha Gerta.